Ekonomia e vendit është duke ndjekur trende demografike dhe përqendrime të lartë të bizneseve të vogla drejt qendrave të mëdha urbane, por ndërkohë në Vlorë duket një rritje e hapjes së bizneseve të vogla, kryesisht në këtë periudhë të sezonit turistik. Qarku i Vlorës dhe veçanërisht Bashkia e Vlorës vlerësohet nga Instat si një nga qytetet ku ka një rritje të bizneseve të vogla dhe pikërisht 152 më shumë, apo thëndryshe 1,55%. Këto të dhëna përforcojnë tendencën e zhvillimit ekonomik dhe turizmit në zonat bregdetare, ndërsa rritja e numrit të bizneseve në këtë periudhë konfirmohet edhe nga drejtori i tatimeve të Bashkisë së Vlorës, Sokol Kananaj. Realisht po krijojmë strukturën të cilën duke parasur dhe rritje në numrit subjekteve, këtë vit kanë qenë 217 subjekte të rinj të hapur rishtasi, është vënë re që ka dhe të huaj që ushtrojnë aktivitet, apo dhe të huaj që kërkojnë leje për ambulant, cilën ne kemi përcaktuar dhe sheshe duke ardhur dhe kësaj kategorie në ndihmë. Dhe përcaktuar një farë se si duhet jetë ky zhvillim aktiviteti. Të ardhurat po ecin normalisht. Kjo është periudha që ne kemi një lloj pauze pasi kemi lënë një afat për strukturat akomoduese dhe hapësirat publike që deri në 20 korrik dhe deri në 20 gusht. Dhe kjo situatë besoj që është shumë e mirë. Dhe shpresojmë që do të realizohet, do të ketë një tejkalim të ardhurave për këtë vit. Bizneset e vogla janë tregues i rëndësishëm i vitalitetit ekonomik dhe social në Vlorë, e kryesisht ato janë familjare në këtë sezon turistik, ndërsa kanë aktualisht rritje të konsumit lokal, rritje të popullsisë dhe optimizmin ekonomik, por e kundërta ndodh në qytetet tjera të vendit, thot Instat. E ndërsa Vlora renditet në qarqet pozitive sa i përket sezonit turistik dhe rritjes së numrit të bizneseve të vogla, ndryshe ndodh në qytetet tjera të Shqipërisë, ku ka një tendencë në këtë periudhë të uljes së numrit të bizneseve, të cilat janë kryesisht familjare.